Përshëndetje, miqtë e mi të vegjël. Shpresoj që të gjithë jeni mirë dhe shëndosh. Ju uroj një vit të mbar shkollor me plot suksese, dashuri, shtim të diturive dhe gjithë të mirat. Të jeni sa më të lumtur, sepse ju mundeni dhe gjithmonë do të arrini aty ku duani ju. Prandaj, sot për ju kam përgatitur një orë mësimore nga lënda e gjuhës shqipe. Me ju është mësimdhënësja Rabio Osmani. Në fillim të orës do të lexojmë qëllimet që duhet të arrihen për këtë orë mësimore. Pra, këtë orë kemi ushtrim me gojë dhe me shkrim për të treguar ngjarje të shkurtëra, interesante, nga jeta e juaj, nga jeta e nxënësve për pushimet verore. Në këtë orë do të realizojmë ushtrim me gojë gjatë zhvillimit të orës, ndërsa ju do të realizoni pastaj ushtrim me shkrim me temën pushimet verore në kohë pandemie. Çdo fëmijë pasi mbaron vitin shkollor, dëshiron që të shkojë në pushime verore si çdo herë, si çdo pushim tjetër. Don të kënaqet, të luajë me shokët dhe shoqet e tyre, të bëjë vizita nga më të ndryshmet, të shkojë në piknik e kështu me radhë. Por ky vit ka qenë një vit pandemie e Covid-19 dhe një vit i rënd për të gjithë, si për ne edhe për personelin shëndetësor të cilët janë shpëtuesit tanë. Pra, ka qenë një vit jo si vitet të tjera, por një vit pandemie e Covid-19 që të gjithë njerëzit anë botës, fëmijët dhe të rriturit kanë qenë të kufizuar. Ju fëmijë të dashur, ndoshta jeni mërzitur nga kjo situatë, por ja keni dalë. Nuk keni mundur të luani me shokët dhe shoqet tuaja ashtu siç keni dëshiruar ju, prandaj keni qenë edhe të kufizuar. Pra, ky pushim ka qenë një pushim i kufizuar, jo vetëm për ju të dashur nxënës, por për të gjithë mbar njerëzimin. Pra, ka qenë kohë pandemie e Covid-19. Po, ju përsëri keni realizuar lojra në kushtet të cilët i keni pasur. Por, përsëri ju besoj që nuk jeni mërzitur edhe aq shumë, sepse fëmijët janë të kënaqur edhe nga kjo kohë, sepse kanë luajtur në shtëpi me motrat dhe vëllezrit e tyre. Keni vendosur ndoshta ndonjë pishinë në oborin tuaj, jeni kënaqur duke nëtuar, duke argëtuar me lojra të ndryshme, duke luajtur me biçikletë, duke bërë ndonjë aktivitet sportiv, duke pastruar në shtëpi, por mi të gjitha jeni kënaqur edhe në mbrëmje duke shikuar së bashku me familjarët tuaj ndonjë film të preferuarin tuaj dhe filmat vizatimor, lojra të ndryshme në telefon dhe kompjuter. Por, mi të gjitha besoj se keni lexuar edhe diçka. Çdo njeri gjatë pushimeve lexon libra, ndonjë libër që ai e dëshiron, ndonjë roman, ndonjë përrall, ndonjë literaturë profesionale, por besoj që edhe ju fëmijët keni lexuar libra me përralla ose me diçka tjetër. Prandaj pyetja ime për ju është: a keni lexuar libra gjatë pushimeve verore? Si ka qenë emri i librit që keni lexuar? Sqaroni rreth aty librit që keni lexuar diçka që ju ka lënë përshtypje, ndonjë porosi interesante që keni marrë, ndonjë mesazh nga ai libër, diçka të re që keni mësuar nga ai libër, e kështu me radhë.
ose mund të keni realizuar edhe ndonjë vizatim, pse jo? Pra, ju mund të keni realizuar ndonjë vizatim nga libri që keni lexuar, por me siguri keni realizuar edhe vizatime të ndryshme me motrat dhe vëllezërit tuaj, edhe individual. Por ju besoj se keni parë edhe ndonjë film familjar, së bashku me familjen në mbrëmje, apo në kohën e lirë dhe me motrat dhe vëllezërit tuaj, filmet për hallat, apo diçka tjetër që juve i keni më shumë në ëndje. Gjatë pushimeve verore, besoj se keni realizuar edhe ndonjë piknik në natyrë, qoftë në mal, qoftë në ndonjë vend lumor, apo ndonjë liçen në afër lumit, apo ndonjë liçen. Dhe keni kaluar një ditë mjaft të mrekullueshme duke u kënaqur së bashku me familjarët tuaj. Përveç piknikeve në ambiente të hapura, besoj se keni realizuar edhe ecje, ndonjë vizit në ndonjë vend që ju keni pasur më afër dhe keni kënaqësi të shkoni të vizitoni edhe keni dalur të bëni shëtitje në natyrë. Gjithashtu, besoj se në kohët e nxehta jeni kënaqur në pishinat tuaja që i keni vendosur në shtëpi apo që i keni. Përveç këtyre, ju, çdo njeri prej jush, besoj se keni bicikleta, keni realizuar shëtitje me biciklet, apo jeni kënaqur me motrat dhe vëllezërit tuaj me biciklet. Gjithashtu fëmijët në kohë pushimeve verore bëjnë edhe aktivitete sportive të ndryshme, futboll, handball, basketball, e kështu me radhë, kërcime litar, ndonjë lojë me lodrat e tyre, por pse jo edhe ndonjë instrument muzikor. Pra në fotografin tjetër shohim fëmijë duke u argëtuar, pse jo në ndonjë park lojrash, në ambient të hapur, keni realizuar dëshirat tuaja me motrat dhe vëllezërit që i keni në shtëpi. Gjithashtu këtu shohim disa fëmijë që bëjnë gjimnastik. Besoj se keni realizuar edhe gjimnastikën e mëngjesit apo gjimnastik brenda ditës, lojra të ndryshme për shëndet më të mirë. Përveç këtyre, nuk mungojnë edhe ambientet familjare ku shpresoj dhe besoj se gjyshërit dhe gjyshet tuaja u kanë lexuar ndonjë përrall, apo ju keni lexuar që ato të ndëgjojnë dhe të kënaqen me leximin tuaj. Disa aktivitete tjera që keni mund të realizoni në shtëpi, të ndihmoni prindërve gjatë një dite të bukur në familje. Përveç këtyre, fëmijët gjatë në kohë të lira, shpresoj se të gjithë ju keni ndihmuar prindërve tuaj në pastrimin e shtëpisë, në mbajtjen e higjienës në vendet dhe ambientet familjare. Por gjithashtu, ju i keni respektuar edhe masat e pandemisë pra COVID-19. Këto punime janë të realizuara nga moshatarët tuaj, pra se si duhet të mbrohemi nga COVID-19. Dhe këto masa vlejnë ende, prandaj duhet të jemi të kujdesshëm në takimin me shokët, me shoqet, me njerëzit që nuk i kemi në shtëpi, me të jemi të lajmë duart, mos i prekim syt, mos i prekim hundën, gojën, të rim larg, të jemi të kujdesshëm në çdo aspekt që të ruajmë shëndetin tonë. Pra, pyetja ime për ju është, ku i keni kaluar pushimet verore, si kaluat ato, a u kënaqët duke luajtur me lojra, a u njoftuat me miq të ri, pra, si u njoftuat me to në anë të mjeteve virtuale, apo në ndonjë vend tjetër. Ndërsa,
Për detyrë shtëpie, keni të bëni një ushtrim me shkrim me temën pushimet verore në kushte pandemi. Prandaj tani nxirrni fletoret dhe shënonjani ushtrim me shkrim tema pushimet verore në kushte pandemie. Pra, ju mund të përdorni këtu edhe ndonjë teknik që të realizoni ushtrimin me shkrim më lehtë. Ju uroj suksese dhe shëndet. Shihemi deri në mësimin e radhës.